Pjesa më e madhe e shqiptarëve në këto festa udhtojnë për ato që ne i quajmë city break. Pra, maksimumi pushime fundjavash 2 ditore, 3, në varësi se si janë edhe kombinimet e fluturimeve ajrore. Vjenën që e kemi gjithmonë, Budapesti, Praga, si vjetë edhe për shkak të faktit që janë shtuar dhe fluturimet direkte atje. Çudia apo jo, kemi rajonin që vazhdojmë ta mbajmë fort. Pra, Malinezi, kryesisht me vendet malore të Borës të njohura, pavarësisht se Bora nuk ka qenë shumë prezente, por prapë është frekuentuar. Kosovën që nuk e lëm asnjëherë dhe bëjmë mirë të mos e lëm, sepse nëse ata nuk na lanë dhe nuk na lënë për detin, ne nuk duhet t'i lëm për Malin dhe për Borën. Dhe Maqedonia, por që për shkak edhe të punimeve të rrugës që bëhen ato zona, se Mavrova ka pas qenë epiqendra jonë e parë përsa i përket këtyre gjërave. Brenda vendit vazhdojmë, e kemi Korçën dhe Pogradecin etalon për çdo gjë, njësi mace. Për mëtej, pastaj Italia ndoshta mban numrin më të madh të lëvizjeve dhe për shkak të linjave që ka. Janë, mos gaboj, duhet të jenë diku tek 57-58 fluturime direkte destinacione të ndryshme në Itali.